punon në shtet është pastoralitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Mirëmbroma të dashur miq. Mirëmbroma juve që na doni, na respektoni. Mirëmbroma dhe juve që na urreni. Mirëmbroma dhe juve që na keni kërcënuar mua se është Olci këtu. Olci, meqense ra fjala ke harruar të më japësh rrogën e informatorit për Iranin vlla këtë muaj. Je me vonesa. Kur të shliroj Tirani vlla, se janë mbyll bankat. E ke parasysh atë filmin me partizanët që i tha i shkoi ai dhe i mori dritin dhe tha kur do na paguani, tha kur të shlirohet Shqipëria tha. Kur shlirohet Irani Po jo se te video fundit të kishin lavdruar, nuk e di se çfarë kemi folë ne. Kanë filluar të lavdrojnë tani fillim na shanin. Tani është ndryshuar rryma. Jo, po njohën një Olci tjetër vlla, nuk njohin ato Olcin që e shikojnë nëpër televizion kur ka 5 veta kundër. E pa në Olcin bisedë lirë me një mikun e vet, kupton që rrin po bëjnë muhabete për çefin e tyre. Shikoja, kemi ndryshuar opinionin. Po le të ndryshojmë, shikoja. Për aq kohë sa Zoti ka sill profetët e vet, edhe i ka sakrifikuar për ignorancën e këtij mileti, le të mendojmë sigur edhe neve le të sakrifikohemi për këta vetëm të hapen syt. Se u pa kjo punë, kur e sakrifiku Jezusi bashkë me Muhamedin e me profet tjerë, ne të dy vllaj që jemi askushi, le të sakrifikohemi, po ideja është të hapet truri këtyre, se deri dje mendonin që Irani është shumë i keq, po shpërndajë demokracia. Sot kemi arritur në atë lloj faze që thon shikoj se nuk paska të bën ka me demokracinë e brendshme të Iranit kjo lufta, paska të bë ka me diçka tjetër, me ca interesa të tjerë. Dhe meqense ra fjalat e Irani, Olc, ç'a thuhet tani nga Orienti? Meqense të kemi ty atë gazetarin e terrenit në lindjen e mesme. Jam orakulli i Orientit. Tani puna është që kjo kriza e gjirit persik po shtrihet në gjithë botën, në për këto vende të fshinj që jam unë këtu në Azinë Juglindore, në Filipine, në Tajland, në Bangladesh, në Indi, ka nisur krize pa parë, po mbyllen shkolla, po mbyllen institucione, nga që këto vendet e Azisë naftën e merrnin dhe gazin e merrnin nga gjiri persik. Po. Në Indi po mbyllen fabrika, edhe në Bangladesh, nga që nuk po kanë më gaz edhe naftë si më herët, nuk po prodhohet rrym. Dhe kriza po shumë e madhe biles edhe këtu në Malajzi, që Malajzia është vend prodhues nafte, edhe këtu është rritur çmimi i benzinës. Për vendasit benzina vazhdon që të jetë me 50 cent, por ajo benzina tjetër që është e cilësisë më të lartë ka arritur në rreth 900 lek, edhe këtu po bëhet nomi që ka arritur 900 lek, se nuk bëhet llaf me çmimet e Shqipërisë, domethënë, ku juve benzina u ka shkuar 2200 të rritet. Megjithatë, domethënë kjo kriza e luftës me Iranin po ndihet në të gjithë botën. Këto bursat në të gjithë botën po bien, që nga Japonia deri në SBA, dhe lufta e Iranit po i shkakton botës një krizë të cilën bota nuk e ka parë, që në luftën arabo-izraelite të vitit 1973, për ndryshe e njohur si lufta e Yom Kipurit, kur në atë kohë Arabia Saudite mbylli puset e naftës dhe refuzonte që t'i shiste naftë botës, përsa kohë që amerikanët mbështesnin Izraelin. Pra tani në 2026 po kemi një
deja vu të 1973-shit, por përveç embargos së naftës që Irani po i bën botës dhe në radh parë perandorisë amerikane, dhe sikur e kemi shpjeguar edhe në bisedat e tjera, fuqia e perandorisë amerikane është mbi kontrollin e naftës, i cili Po. bën atë që quhet si petrodollar. Po. Po kemi, domethënë, po shohim një moment historik, sepse për ata që ndjekin lajmet nga Irani, është që Irani ato cisternat e naftës që po i lejon që të kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, e para po i vë haraç prej $2 milion çdo cisterne, dhe e dyta është që po i detyron ato cisterna që vinë dhe blejnë naftën duhet ta blejnë me yuan kinez dhe jo me dollar amerikan. Kjo pak a shumë po risjell se dëgjoj duhet të kuptojmë diçka, që këto luftrat arabo-izraelite kanë qenë gjithmonë vendimtare për historinë e njerëzimit, jo vetëm në marrëdhënie me muslimanët, por edhe me botën. Këtu duhet kujtojmë për shembull luftën e vitit 1956, që është lufta e dytë arabo-izraelite, kur Britania dhe Franca së bashku me Izraelin sulmuan Egjiptin dhe kërkonin t'i merrnin Gemal Abdul Nasserit kontrollin e Suezit, pasi Egjipti e kishte nacionalizuar Suezin. Dhe deri në 1954-55, nëse jam gabim, Britania dhe Franca kontrollonin Suezin dhe merrnin nga Suezi me miliona dollar taksa në vit. Këto nuk i shkonin egjiptianëve. Do ishin këto fërkimet e Egjiptit me Izraelin si pasojë krimeve që Izraeli bënte kundër palestinezëve, që në atë kohë do ta sillte Egjiptin në luftë me dhe domethënë do sillte në pushtet Gemal Abdul Nasserin dhe Nasserin në 56, se u isha gabim më herët, do të nacionalizoi kanalin e Suezit dhe parat që merrte Britania me Francën tani do t'i kalonin Egjiptit. Dhe ashtu sikur në luftën e dytë arabo-izraelite, kur egjiptianët u bën një fuqi e madhe e lindjes mesme dhe i morën kontrollin që kishte Britania dhe Franca ndaj detit Kuq së bashku me Izraelin, sot po shohim një deja vu të vitit 1956, ku kjo lufta judeo-amerikane kundër Iranit po përsërit pak a shumë konfliktin e luftës së Suezit, ku ashtu sikur Egjipti në Gemal Abdul Nasserin mori në kontroll Suezin, edhe sot e kësaj dite po kemi Iranin, i cili po merr në kontroll ngushticën e Hormuzit. Dhe Irani ka filluar që tani domethënë që të bëj toll, sikur ato tollet e Shefqet Kastratit që na ka vënë neve Rama, domethënë kur duam të ikim Kosovë apo duam të ikim Shkodër, që duhet i paguajmë Çet Kastratit edhe atij tjetrit si ka emrin ai që ka atë dy si në Tropojën, e harrova emrin. Bashkim Ulaj. Bashkim Ulaj. Domethënë tamam sigur Bashkim Ulaj me Çet Kastratin që na vojnë neve atë tollin, edhe Irani po i vë toll botës nëpërmjet kanalit të Hormuzit. Por duhet kujtojmë edhe gjë tjetër, që se këto luftrat e Izraelit në lindjet e mesme gjithmonë e kanë marrë në qafë perëndimin, edhe duhet kujtojmë edhe diçka tjetër, që këto luftrat që bën Amerika janë shumë të kushtueshme. Lufta e viteve 60, kur amerikanët do të hynë në Vietnam dhe do të shpenzojnë me miliarda dollar, do të rrënoj ekonominë amerikane, dhe pas luftës së parë të dytë arabo-izraelite, kur poundi britanik do të hiqet si monedha apo si valuta ndërkombëtare dhe do të zëvendësohet nga dollari amerikan, shpenzimet e mëdha që do kenë amerikanët gjatë luftës së Vietnamit
do ta çojnë në kolaps perandorin amerikane, sepse duke e parë evropianët, sidomos francezët në veçanti, se si amerikanët kishin nisur që vetëm printonin copa letrash, Po. vende evropiane sikur Franca, se deri në këtë kohë dollari amerikan ishte i bazuar mbi floririn. Domethënë vendet e ndryshme të botës Deri në vitet 60 po. depozitonin deri në 71-shin. Vajti Charles de Gaulle kërkoi rezervat e arit dhe kuptoi që kishin dhe tërheqja nga Franca e rezervave të arit do sillte kolaps të dollarit amerikan. Por çfarë do ndodhte është që pasi CIA do të vrasi mbretin e Arabisë Saudite Faisalin dhe në pushtet do vi Fehdi, ne do kemi atë marrëveshje ndërmjet Henry Kissingerit dhe mbretit Fahd të Arabisë Saudite, ku amerikanët do të shpëtojnë nga ky kolaps që kishte zënë ekonominë amerikane dhe në veçanti dollarin, nga që dollari deri në këto momente ishte i bazuar në floririn që depozitonte bota, dhe amerikanët do ta heqin floririn dhe do të marrin naftën e Arabisë Saudite. Ama çfarë po ndodh në këto momente? Në këto momente, domethënë, po kemi një revizionizëm të papar të historisë, nga që Irani edhe sigur edhe Rusia dhe Kina, si fuqi revizioniste që janë po shkruajnë një rend të ri botror. Rendi i ri botror po bëhet në këto momente në ngushticën e Hormuzit. Por personat që ndjekin Twitterin apo Facebookun tim, sa po kam postuar deklaratën më të fundit të presidentit Donald Trump, ku Donald Trumpi ka shpallur kapitullimin Amerikës. Çfarë ke postuar ti? Kronologjia e deklaratave të Trumpit kundër Iranit. Kjo është apo jo? Ajo është përpara kronologjisë. Ke Marion të lexojmë po. Jo, të lexojmë se çka ka deklaruar Trumpi. Trumpi thotë: të gjitha ato vende që nuk marrin dot benzol jet fuel, nga që për ngushticës së Hormuzit, sikur Britania e Madhe, e cila refuzoi që të bashkohet me ne në kokprerjen kundër Iranit, un kam një sugjerim për ju. Numër 1, blini benzolin nga SBA-ja, se ne kemi shumë. Numër 2, ndërtoni bëhuni kurajoz dhe shkoni në ngushticën e Hormuzit dhe merrini atë. Duhet të mësoni që të luftoni për veten tuaj. SBA-ja nuk do të jetë aty për juve më, sikur edhe juve na lat në balk. Irani është shkatruar, punën më të rëndë kemi bërë, shkoni dhe merrni naftën tuaj. Çfarë do thotë kjo? E mbyll dhe me këtë. The USA will remember. Jo, ajo që po lexon ti është tjetër. Donald J. Trump thotë, the country of France wouldn't let planes head to Israel. Ajo është deklaratë tjetër, domethënë që Trumpi e ka bërë për Francës. Okej. Se çka ka ndodhur, domethënë dje dhe pardje, Franca dhe Spanja kanë mbyllur hapësirat e tyre ajrore për avionët amerikan. Nuk i lënë avionët ushtarak amerikan që të kalojnë në hapësirën e tyre. Dhe ajo që ti lexove ishte një goditje që Trumpi i bën Francës dhe Spanjës dhe i thotë, "Ok, ne nuk do t'u harrojmë këtë që na bët." Kurse kjo që sapo lexova është tweeti i fundit i Donald Trumpit, ku Donald Trumpi pak a shumë kapitullon, tërhiqet nga lufta, i thotë evropianëve, neve nuk na duhet më ngushtica e Hormuzit, kemi naftën tonë, edhe i thotë, nëse ju doni naftën e gjirit persik, shkoni edhe hapeni vetë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që amerikanët tani më po tërhiqen nga lufta. Përpara pak minutash përpara se të lidheshin bashkë, doli ministri i luftës Amerikës Pete Hegseth që deklaroi, tha, ne do të po i afrojmë Iranit marrëveshje, tha, edhe Irani do ta pranojë marrëveshjen. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë, apo kjo më saktë tregon dëshpërimin amerikanëve. Dhe ajo që ti përmendë më herët, që po lexoje atë kronologjia e deklaratave të Trumpit kundër Iranit, tani
ta lexojmë që edhe shikuesit ta kuptojnë. Në datën 1 mars 2026, kur amerikanët ju bashkuan Izraelit kundër Iranit, deklarata e parë e Trumpit ishte do bëjmë ndryshim regjimi në Iran. Në datën 10 mars, Trumpi deklaron që e kemi zhdukur udhëheqësinë e Iranit. Në datë 15, Trumpi deklaroi që jepte Iranit 48 orë për të hapur Hormuzin apo do bënte namin. Datë 20 i ofroi një marrëveshje iranianëve ku thoshte unë me Ajatollahin do ta kontrollojmë Hormuzin, ku donte pak a shumë darje 50-50, 50-50 me iranianët. Kur Ajatollahi refuzoi, në datë 25 kërcënoi iranianët dhe tha do t'i shkatërrojmë uzinat iraniane dhe do ta hapim Hormuzin me forcë. Në datë 30 mars Trumpi deklaroi që tha mund ta hapim Hormuzin brenda 2 minutash, ndërsa sot në datën 31 mars Trumpi thotë kush do benzinë le të shkojë vetë në Hormuz, ne nuk merremi më me Hormuzin. Domethënë çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që amerikanët po duan që të tërhiqen nga lufta. Po duan të tërhiqen nga lufta nga që sot në që flasim, kjo është data e 32 të luftës dhe amerikanët shpenzojnë rreth $1 miliard në ditë për këtë luftë. I bie që deri në këto momente amerikanët kanë shpenzuar rreth $32 miliard. Po. Dhe kjo është një shumë e paparë, duke 32 miliard për 2 vjet. Për 32 ditë. Për një muaj, për 32 ditë. Të merr. Por kjo duke patur parasysh borxhin masiv që ka SBA-ja. Shtetet e Bashkuara kanë një borxh rreth $37 trilion, një borxh i cili sikur ka deklaruar edhe Trumpi rreth $8 trilion Amerikës i erdhën si pasojë e luftës kundër terrorizmit që ata nisën, që ishte lufta kundër Afganistanit, Irakut, Libisë etj. Dhe vetëm domethënë deficiti buxhetor i përvitshëm i Amerikës është $1.8 trilion. Domethënë amerikanët sikur asgjë mos bëjnë, vetëm me kalimin e viteve i shtohet një borxh prej pothuajse $2 trilion mbi këtë $37 trilion. Pra perandoria amerikane në këto momente po përfundon sikur perandoria britanike, se duhet të kuptojmë diçka. Deri në fillimin e luftës së dytë botërore, Britania ishte fuqia më e madhe e planetit. Ata kontrollonin botën që nga Australia deri në Kanada. Ishte edhe ajo fjala që dielli nuk perëndon asnjëherë në perandorinë britanike. Por çfarë ndodhi është që britanikët me Churchillin duke u futur në luftën e dytë botërore, se i futën që futët kundër Hitlerit. Normale. Ata shkatruan Gjermaninë, po shkatruan edhe veten e tyre. Sikur mbaroi lufta e dytë botërore, perandoria britanike ishte zhdukur. Pse? Nga që britanikët s'kishin më lek. Edhe duhet të dimë diçka që po të shikosh historitë e perandorive. Perandoritë i shkatrojnë gjithmonë luftrat. Dhe luftrat janë shumë të kushtueshme. Ose i lindin edhe i shkatrojnë disa, edhe i lindin disa tjera. Luftrat po varet se çfarë fitojnë perandorinë në për luftra. Se për shembull, britanikët në luftën e parë botërore u bën shumë të pasur. Pse? Nga që duke mundur perandorinë osmane, morën kontroll Basrën, Irakun, dhe morën naftën arabe, dhe do t'ishte nafta arabe ajo që do financonte perandorinë britanike, e cila do bëhet një nga perandoritë më të pasura të historisë njerëzimit. Por në luftën e dytë botërore ata i humbën këto posedime dhe kush fitoi ishte Bashkimi Sovjetik dhe amerikanët. Nëse kthehemi mbrapa në histori, në atë që njihet si The French Indian War apo lufta franco-indiane që bën britanikët kundër kolonive franceze në SBA, se kjo që ne njohim sot si SBA, që nga Nova Scotia apo Newfoundlandi, Quebecu deri në lumin Mississippi kanë qenë pjesë e Francës, ishin ajo që njihej The New France, Louisiana e tjerë. Por çfarë ndodhi është që kur britanikët hyn në këtë luftë dhe e mundën Francën, ata me William Pittin morën aq shumë borxhe, sa që këto borxhe
do ta detyronin Britaninë që të fillonte të taksonte deri në fyt kolonitë e saj, Po. gjë që do të çonte më pas në revolucionin amerikan, sepse amerikanët apo kolonët anglez, që më pas do quhen amerikan kolonët e 13 kolonive, do të mileshin sikur të ishin lop nga britanikët, dhe kjo do të çonte në revoltën e George Washingtonit edhe kolonëve të tjerë, të cilët do i çonin armët ndaj perandorisë mëm, dhe Britania do humbte Amerikën. E dua të them që gjithmonë luftrat janë vendimtare për historinë e njerëzimit, se sikur thot Clausewitz, thot lufta është vazhdim i politikës me mjete të tjera. Po. Domethënë nëse në rast paqe një fuqi apo një grup fuqish mundohen që të imponohen një fuqi apo një grup fuqish të tjera nëpërmjet tarifave, taksave, gjobave, sanksioneve etj. Në rast lufte politika bëhet me topa, bëhet me bomba, bëhet me avion. Dhe çfarë po shohim neve në këtë luftën e Ramazanit, nëse mund ta quajmë Po, kështu, kjo është fiks, apo luftën kjo është lufta e Ramazanit. për Ramazanit, Po. lufta e Ramazanit, domethënë. Po. Çfarë po shohim është që në aspektin gjeostrategjik amerikanët po humbin. Domethënë kjo deklarata që ka bërë Trumpi në këto momente, ku ai po shpreh kapitullimin e Amerikës, thotë neve nuk do merremi me Hormuzin, dhe i thot britanikëve shkoni bëni çfarë doni, dhe duhet kuptojmë diçka që Hormuzi është marrë nën kontroll nga britanikët që në kohën e stërgjyshërve tanë, kur ne shqiptarët humbëm perandorinë osmane. E di që me këto që po them, do më shajnë me libër shtëpie. Kjo është i gjë vëlla që i provokon shumë dëgjuesit tan, po dhe i provokon se nuk e kuptojnë historinë. Po kur e them unë stërgjyshërit tan osman, domethënë është se ne ishim administratorët e perandorisë osmane. Kupton? E kuptoj vëlla. Dhe në 1914-ën, kur nisi lufta, kundërshtoj vëlla. Unë te kjo pjesë ty nuk të kundërshtoj që ta marrim vesh gjithë sepse ta di bot kuptimin. Futem për te perdes, të asaj që duket thjesht si një zhargon, ne jemi pjesë e perandorisë osmane, sepse unë e di që ti mendon se faktori shqiptar ka qenë faktor përbërës dhe substancial i ngritjes dhe mbarvajtjes së perandorisë, me 44 kryevezire, me generale e tjerë. Shpend, ne ishim Benjamin Netanyahu, sigurisht Netanyahu për Amerikën, kështu ishin shqiptarët për Turqinë. Mbaroi filmi. Këtë duhet ta kuptojnë shqiptarët. Po. Edhe duhet të them që Osmanët, ishin britanikët ata që morën kontrollin e gjirit persik, por edhe të ujrave të ngushticës së Hormuzit, në 1914 kur mundën osmanët. Edhe me qenë se ra fjala e kam postuar para ca kohësh, një nga komandantët që drejtonte garnizonet osmane në betejën e Kut al-Amarës, është një nga betejat më të famshme, në 1916-ën, ku osmanët i mundën britanikët dhe i morën peng, por pastaj në 17-ën ata do t'i mundin, bëhet fjalë për luftën në Irak, ka qenë kosovar, ka qenë nga Peja, nëse jam gabim. Edhe të dalë prapë te Hormuzi, janë britanikët ata që e ndërtuan këtë botën moderne të këtyre emirateve arabe, sikur Kuvaiti, sikur Katari, sikur Arabia Saudite, sikur Bahreini, sikur Omani, se të gjitha këto, së bashku me Irakun, u kthyen në koloni britanike, në protektorate britanike, të cilët britanikët i kontrollonin drejt për drejt, që nga, domethënë, ata shkuan aty në 14-ën, po lufta do mbaroj në 1918-ën, me armistikën e Mudros, kur osmanët do të dorëzohen, dhe britanikët do pushtojnë Stambollin, apo Konstantinopolën, dhe më pas do shpikin gjithë të shtetet që nga Shqipëria, Turqia, Kuvaiti, Emiratet Arabe, janë gjitha shpike britanike. Ndan perandorinë osmane, me pak fjalë. E ndan dhe krijuan ato shtetet kukulla që ata i kontrollonin. Biles duhet theksojmë edhe diçka për publikun shqiptar, se ekzistojnë shumë pralla në Shqipëri, thonë jo ishin amerikanët, jo presidenti Wilson, jo na donte neve dërsi vërsi.
e gjitha pralla me mret. Arsyeja pse Shqipëria do krijohet shtet në 1920-ën, pas konferencës paqes, kur britanikët dhe francezët ndanë botën, është se britanikët dyshonin që në Shqipëri kishte shumë vajguri, se kështu njihej atëherë, nuk njihej si naft, edhe besuan që Shqipëria do të kthehet në një Kuvajt numër 2. Po. Sepse plani në konferencën e ambasadorëve apo të Parisit, të Versailles që u mblodh, Po. ishte që Shqipëria do bëhet koloni italiane, protektorat italian. Për këtë arsye në 1913-ën statusi jon ka qenë principat nën protektoratin e fuqive të mëdha. Dhe pas 1920-s këtu vazhdon me regjentët. Se tash ti flasim të gjëra hapur. Dhe projekti, domethënë në konferencën e paqes apo të Parisit ishte që ashtu sikur Britania kishte kolonitë saj në Kuvajtin, Irakun, Jordanin, Palestinën e tjerë, Albania, se kështu njihej domethënë, apo Shqipëria do të ishte koloni italiane. Po. Por ç'a ndodhi është që britanikët ashtu sikur i bën hile në konferencën e Sanremos francezëve dhe i morën vilajetin e Mosulit, se kur francezët me britanikët bën planet e tyre gjatë luftës parë botërore për ndarjen e territoreve osmane, ai vend që ne shohim sot si Irak ka qenë i përbërë nga 3 vilajete, vilajeti i Basrës, i Bagdadit dhe i Mosulit, por vilajetin e Mosulit bihet dakord që do t'i jepej Francës. Por britanikët pasi zbulojnë që në Mosuli është pjesa veriore e Irakut që ne njohim ndryshe si Kurdistan sot. Kur britanikët e kuptuan që Mosuli kishte naft, në konferencën e Sanremo, që ata mbajnë në vitin 1920-21, nuk kujtohet, ja fusin francezëve, i thonë që do ta marrim ne Mosulin tonë, po do t'i japim 25% naftës. Sepse britanikët shkojnë mbrapa naftës. E duhet kuptojmë që kjo perandoria britanike u fuqizua shumë pas luftës parë botërore me naftën e arabëve. Dhe kur dalim te puna e Shqipërisë, një nga arsyet pse britanikët ja futën italianëve, sigur ja futën edhe francezëve me Kurdistanin e Irakut apo vilajetin e Mosulit dhe morën atë, ishte se ata dyshonin që Shqipëria kishte shumë naft dhe nuk donin që kjo Shqipëria kishte koloni italiane dhe prandaj do bëjnë edhe marrëveshje me Esat Pashtoptanin. Dhe me pas me Ahmet Zogun dhe do bëjnë atë që ne njohim në histori si Kongresi i Lushnjës. Dhe Kongresin e Lushnjës, ndryshe çto të prallografia shqiptare, nuk ishin patriotët shqiptarë që bën, po ishte konsulli Eden. Ata çojnë konsullin e tyre britanik në Durrës dhe ishte ai që i komandonte të gjithë dhe koordinonte me Osman Balin dhe Osman Memën, që ishin 2 generalet e Esat Pashtoptanit. Osman Bali i ka patur ato tokat e tia aty ku është katedralja katolike sot, deri ku është ambasada amerikane. Dhe këta ishin 2 general Osman që kishin luftuar në Yemen për Abdulhamidin e tjerë. Dhe këta ishin ata që komandonin Tiranën, dhe këta ishin ata që i hapën Tiranës trupave të Ahmet Zogut, se Ahmet Zogu ishte nipi i toptanëve. Dhe kjo Shqipëria që u krijuar në 1920 ishte pasojë e imperializmit britanik. Dhe britanikët donin naftën. Dhe arsyeja pse më pas italianët do sponsorizojnë terroristin Avni Rustemi, i cili do vrasi Esatin në Paris, ishte se Esati i futi thikën planeve koloniale italiane, të cilat e donin Shqipërinë koloninë e tyre, dhe këtë i bërin bashkëpunim me britanikët. Por le dalim te Hormuzi. Po i them këto gjëra në mënyrë që shikuesit tan ta kuptojnë që domethënë historia është pasojë atyre, domethënë situata e popujve sot është pasojë asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Dhe ashtu sikur për shembull Shqipëria
u nda Perandoria Osmane. E di se nga vjen kjo Olce, se unë e shikoj. Njerëzit sot kanë arritur që ta perceptojnë që Hitleri me gjithë dritë hijet e veta vlla. Në fund të ditës ka qenë projekt i financuar në thonjza nga konferenca e Versailles në 1918-ën, ku nuk u bën darje e fituesit nga humsi, u bë plaçkitja e fituesit në kurisë të humsit. Për të kuptuar realitetin e lindjes mesme, duhet dish to luftra që si din njerëzit vlla. Që dish realitetin e lindjes mesme, të shikosh cila perandorie ka pasur lindjen e mesme dhe çfarë sjell rënia e një perandorie, sa shtete krijohen. Kote, ke qeni pushtuara, ke qeni sunduar ti nga Osmanët. Historia tregon, kërkon pak racionalitet, kërkon pak strategji, konstrukt, që ti ta studiosh. Perandoria Osmane shtrihej deri në kufi me Iranin, që do të thotë nga Stambolli deri në kufi me Iranin, sa shtete janë o vlla? Janë 6, 7, 8, nga Stambolli, ishte, domethënë, nga Prishtina deri në kufi me Iranin. Domethënë ishte gjithë Ballkani se sa shtete janë? Nuk ka patur Greqi, domethënë kjo Greqia që ne shohim. Po, shkrim. U bë luftën e parë ballkanike. 1821 ishte vilajeti Selanikut dhe për ne shqiptarët, sidomos për unë që jam tosk, sigur më tregonte edhe gjyqja ime Rahmet Past, thoshte kur ne së mureshim, merrshim Rabën dhe shkonim bë Selanik, sepse Selaniku ka qenë qendra e zonave të Korçës, Kolonjës, gabimne me origjinë. Dhe këto realitete që shohim ne sot, për shembull, rajonet nga Korça deri në Aleksandropolos, për ata që kanë shkuar në Stamboll me makinë më kuptojnë, se domethënë ka rrugë, domethënë nga Korça del për në Kristalopigji, kur kalon kufirin për në Greqi dhe vazhdon për në Follorin, në Kastoria, është autostrada që të çon në për Kaval, nga Kavalla në Selanik, nga Selaniku vazhdon rruga për në, se kam harruar emret e qyteteve, derisa shkon në Aleksandropolos. Dhe gjithë kjo vit toksore që fillonte nga Korça për në Selanik, edhe deri në Ipsala kur hyn në kufi me Turqin, kanë qenë vise të banuara nga mysliman dhe një numër shumë i madh kanë qenë shqiptar. Po çfarë do ndodhi me luftën e parë ballkanike, do ndodhi ky dëbimi masiv i popullatave muslimane dhe ato popullatat krishterë ortodokse që ngelen në këto rajonet e Serresit me Selanikun, të cilat ishin vllahe dhe bullgare, më pas do të helenizohen me dhunë nga shteti grek. Po të dal nga domethënë nga Ballkani, dua të dal tek Hormuzi, se doja të shpjegoja që britanikët morën kontrollin e Hormuzit në 1914 dhe deri tani që filloi kjo lufta me Iranin, gjiri persik ishte i hapur dhe dominohet nga anglo-amerikanët. Anglezët do të jenë superfuqia e botës deri domethënë luftën e dytë botërore, por edhe pas luftës dytë botërore, anglezët apo britanikët do t'i kontrollojnë këto emiratet e gjirit persik. Nëpërmjet influencës tyre në SBA. Jo, pa SBA-n, se dëgjoj, Arabinë Saudite e krijojnë britanikët. Po. Britanikët fillojnë projektin e parë për krijimin e Arabisë Saudite në 1915 me traktatin e Darinit, kur nis lufta e parë botërore nga që i duheshin fiset beduine të derës së Saudit kundër Osmanëve, dhe më pas në mars të vitit 1924, pasi kishte mbaruar lufta e parë botërore, dhe britanikët dhe francezët krijojnë koloninë e Irakut, koloninë e Palestinës, që ishte Jordania me Palestinën bashkë, koloninë e Siris, koloninë e Libanit e tjerë. Në këtë rripin e tokës nga Mekka, që është qyteti i shenjtë i muslimanëve, atë që ne njohim sot si Arabi Saudite, Medina deri në Tabuk dhe në gjirin e Akabas, ishte një mbretëri që quhej El Memleke
El Hijazia apo mbretëria e Hijazit, Po. e cila kishte për mbret sherifin e Mekës, Sherif Huseinin. Do më thënë atë bashkjakun e qytetit shenjtë, i cili ishte edhe nga familja e profetit Muhammed, ishte Ehlul Bejt. Por ç'a ndodh është në mars 1924, kur Ataturku legalisht shkatron kalifatin në Ankara, kur Republika e Turqisë jep fund sultanatit dhe kalifatit, ky mbreti i Medinës, Sherif Huseini, që është stërgjyshi i Abdullahit të Jordanisë, Po, sa ta familja mbretërore arabis. Po. Në thelb, Po, Jordan, dhe familja ky mbretërore. e shpall veten kalif të Islamit. Por britanikët, një nga arsyet pse e pushtuan Stambollin dhe i dhan fund sultanatit, ishte se ata nuk donin që Islami të kishte më kalifat. Sepse myslimanët nga koha e Hazreti Ebu Bekrit deri në vitin 1924 kanë patur gjithmonë një kalif. Kalifi për myslimanët ishte sikur papa për katolikët. Domethënë, katoliku që nuk beson në papë është protestant. Po të vrasësh papën, të zhdukësh Vatikanin, nuk ka më katolik, bën gjithë protestant. Dhe britanikët këtë gjë bëjnë me Ataturkun. Domethënë ata krijojnë shtetin e Turqisë duke bërë marrëveshje me Ataturkun se kishin frikë që mos sovjetët e pushtonin Anadolin dhe Turqia kthehej në një republikë sovjetike. Dhe marrëveshja që bëjnë me Ataturkun është i thonë ti nuk do lejosh më kalifat që të ekzistojë. Ç'a ndodh tani? Kalifati krijohet në Mekka dhe në Medinë nga Sherif Huseini, i cili gjatë luftës parë botërore ishte aleat i britanikëve. Por kur ky shpall kalifatin, britanikët vendosin ta heqin qafe dhe urdhërojnë mbretin beduin të Nexhdit, Abdulaziz bin Saudin, që të pushtojë Mekën dhe Medinën. Dhe Mekka dhe Medina u formsuan, domethënë u morën nga sauditët, dhe pas pushtimit që këta beduinët i bëjnë Mekës dhe Medinës, më në fund në traktatin e Xhidës së vitit 1927, britanikët shpallin krijimin apo bashkimin e mbretërisë së Nexhdit, e sultanatit të Nexhdit me mbretërinë e Hijazit nën Abdulaziz bin Saudin, dhe në 1932 këta njohin atë që njihet El Memlekia El Arabia El Saudia, apo mbretëria e Arabisë Saudite, se termi që ne përdorim sot Arabi Saudite është si me thënë sikur të të binin ty britanikët mbretin e Arabisë, edhe Arabin ti ta quaj Arabia e gazhve. Kupton ti? Ky është kuptimi. E kuptoj. Se Saudite është Saudi është fis beduin. Saudit. Është fis. Domethënë Arabia e beduinëve të Saudit, se deri në këtë kohë osmanët atë që ne njohim si gadishullin arabik e quanin Arabistan, apo vendi i arabëve. Dhe ky Arabistani ndahej në Nexhdin, që ishin ku është kryeqyteti i Arabisë Saudite sot, Riyadhi, që ishin beduinët që jetonin nëpër shkretëtir me deve, dhe në Hijaz, që ishte toka e shenjtë, Mekka dhe Medina. E dua të them që janë britanikët ata që e shpikën Arabinë Saudite, janë britanikët ata që e shpikën Kuvajtin, që ja morën Emiratet Arabe Omanit, se Omani ka qenë një nga mbretëritë më të fuqishme të gadishullit arabik. Sot ekstradita është super shtet, super i pasur. Po ja morën Emiratet Arabe, domethënë, ja morën dhe i bën shtet vetë, dhe këto gjitha Abu Dhabin, dhe gjitha këto i bën për shkak të kontrollit të naftës. E duhet dalë te Hormuzi tani. Pse, domethënë, ky është një moment shumë i rëndësishëm, dhe deklarata e Trumpit, që lexova në fillim të kësaj bisede, është shumë e rëndësishme, nga që ai përmend britanikët dhe ai thot se ju jeni që keni marrë naftë historikisht nga Gjiri Persik, ju i thot britanikëve nuk doni që të na u bashkonit neve në luftë kundër Iranit së bashku me Izraelin, i thot unë po tërhiqem nga ngushtica e Hormuzit, shkoni hapeni vetë Hormuzin. Domethënë kjo është një dack surratit për britanikët, se duhet kuptojmë diçka që nafta që del në këto vendet arabe nuk kontrollohet nga beduinët arab. Beduinët arab din të ecin vetëm me deve, e çesin fustan edhe e thon Habibi come to Dubai, edhe të marrin femra,
t'u bëjnë atë muhabetin në gojë. Po. Janë britanikët dhe amerikanët. Kurse më thotë duan organike. Po. Burra me fantazie, kur e mendon. E kupton sa idiot janë, janë popull idiotë. Edhe duhet të them që e kupton të çfarë bëjnë. Perversizmi vëlla. Ky është perversizmi. Ky është lloj perversizmi. Janë kafshër, kupton se Allahu i dha gjithë këtë pasuri. Domethënë kjo që i ka ndodhur vendeve arabe është profetizuar nga profeti Muhammed 1500 vite më herët, ku ai ka thënë që ndërmjet lumit Tigris dhe Eufrat do të zbulohet aq shumë flori saqë domethënë pasuria arabe do jetë aq e madhe saqë nuk do dinë edhe kujt japin zakatin. Domethënë kjo pasuria porrallërore e këtyre arabëve do të filloj fillimisht me ardhjen e britanikëve, në atë kohë britanikët i jepnin shumë pak, por pas luftës së dytë botërore, kur britanikët dhe amerikanët u friksuan nga revolucionet komuniste, se për shembull edhe Iraku ishte koloni britanike, por me ndihmën e sovjetëve këta do ta përmbysin Mbret Fajsalin e dytë, general Abdul Kasemin, nëse jam gabim, dhe do ta vrasin. Dhe Iraku kthye në një shtet sovjetik, një shtet socialist, bathist. Dhe nga që këta kishin frikë se do t'i ikshin edhe këto emiratet nga durët, filluan që t'i jepshin këtyre emirëve beduin shuma të mëdha parash, që ne i kemi parë domethënë jetën prallërore që ata bëjnë me pasuri. Por muhabeti është që tani jemi në një moment shumë kritik të historisë, nga që Irani është kthyer pak a shumë sikur Britania në pas luftës së parë botërore. Irani po kontrollon Hormuzin. Dhe duke kontrolluar Hormuzin, Irani po kontrollon naftën. Dhe pyetja e madhe është se tani domethënë amerikanët e panë që e kanë pamundur që ta marrin Hormuzin, sepse pushtimi domethënë marrjen në kontroll e Hormuzit do të thotë pushtim ushtarak i territoreve iraniane. Por kjo do të jetë një kamikazllëk i papar për ushtrinë amerikane, nga që iranianët do të luftojnë ashtu sikur luftuan turqit në betejën e Gallipolit apo e Çanakkales, që i mundën britanikët dhe francezët. Dhe evropianët e dinë këtë gjë. Ti thua me të drejtë. Por çfarë po ndodh tani me vetëm një pyetje valla, se ta kuptojnë edhe njerëzit. Ti po thua që Trumpi me këto deklarata që ka bërë në platformën X, që është një platformë shumë serioze për këta të mëdhenjt, ka deklaruar që ne do të rriqemi, nuk na intereson fare, i zgjidhen e vet. Kemi bërë shumë dëm tash, mbyllen juve. Pra si puna një plaçke lufte. E bëm ne më të madhe tash, mbyll e vet. Nga ana tjetër, X u lodha. Nga ana tjetër ka fituar kohë, i mblodhet gjithë 27 vende. Çka kishte aleatët e vet, do t'i futemi ushtarakisht nga anë toksore Iranit. I mblodhi, i mori firmën gjithëve. Tani ka kërkuar disa ditë kohë vëlla. Flitet për negociata. Irani përgënjeshtron, Amerika thot neve jemi duke negociuar. Nga ana tjetër, mua po më duket, dhe kjo është pyetja ime për ty, po më duket si një Vietnam. Unë jam pedagog i gjeopolitikës. E kam studiuar luftën e Vietnamit që në gjenez, si ka nisur nga francezët me ato Laosin me vllazëria frankofone në Azi të largët. Amerika ngeci nga Franca për kontratën e uraniumit, e cila nënshkruhet të gjitha nënshkruheshin në rrjetin e hoteleve luksoze Mont Blanc, që është si Hilton në Francë. Tani, pyetja ime për ty është shumë e drejtë për drejtë. A rrezikon lufta e Iranit të përshkallëzohet dhe të shkojë në një ngjashmëri ekstreme me luftën e Vietnamit? Kjo, domethënë lufta e Iranit rrezikon që të bëhet një Vietnam, por me sa unë kuptoj është që Trumpi nuk po e ha këtë lloj karrote. Nuk po e ha. Ashtu sikur në luftën e Vietnamit amerikanët hynë luftë prej francezëve. Po. Edhe tani në luftën kundër Iranit amerikanët hynë prej Izraelit, prej Netanyahut, se kjo është lufta e Netanyahut. Po. Ama çfarë Trumpi ka bërë deri në këto momente, në këto 32 ditë luftë, vetëm ka bombarduar nga qielli.
Po. Atë që bënin amerikanët luftën e Vietnamit, ama nuk po çon trupa në Iran. Biles sot që doli ky Pete Hegseth Po Hegseth, po. në konferencë për shtyp ministri i luftës, ne nuk duam ndryshim regjimin Iran, se regjimi është ndryshuar. Por radikali, sikur thot populli, se thot e vram Ajatullahin, edhe ka një Ajatullah i mirë edhe kot, se s'din çaton ata. E kemi ndryshuar regjimin. Regjimi ai është. Por amerikanët e kanë shumë të qartë që e para, nëpërmjet bombardimeve masive, Irani nuk ka kapituluar, por po vazhdon që të godasi. E dyta, si amerikanët si izraelitët po përballen me një problem shumë të madh. Këto interceptorët e raketave dhe të dronave amerikanëve dhe izraelitëve po i përfundojnë. Për personat që kanë ndjekur lajmet nga Izraeli në ditët e fundit, Irani po bën namin, që nga goditja në Beersheba, në Dimona, në Tel Aviv, sot Tel Avivi ishte i gjithë në tym. Biles kishte edhe një shkrim nga Jeruzalem Posti që thoshte po na kanë mbaruar këta kapsit e raketave. Po. Antiraketorët. Dhe thotë po i përdor antiraketorët, po i përdorim me kursim, prandaj nuk po kemi efikasitet. Pra, e para, qiejt e Izraelit janë të hapur. E dyta, Irani po godet me shumë efikasitet. Ka goditur rafinerinë e naftës në Haifa, dje kishte goditur një fabrikë kimikatesh në Beersheba, po godet stacione elektrike e tjerë. Katër. Po domene civile ka ose si i kanë ndjekur këto? Ka domene civile, po në Izrael është ka në civil, po problemin më të madh që po kanë nga Irani, Izraeli në këto momente është me Hizbullah. Se Hizbullah jo vetëm që çon se do na fusi Rama në burg, se është palli dhe organizat terroriste. Rame nuk jemi me Hizbullahin, po bëjmë histori. Se na shtin burg Rama. Po bëjmë analizë. Hizbullah jo vetëm që jo vetëm që polshon nga 100 raketa në ditë kundër Izraelit, por ka detyruar qytete të tëra kufitare, si më thënë, nëse do ishte Hizbullah ku është Kosova, edhe i bie që boshatiset Tropoja, Puka, Kuksi, gjitha këto qytete kufitare. Biles unë kam postuar edhe në Facebook, po mu mi fshin këto video e mbyllin Facebookun, e kam frikë të postoj tani. Domethënë kanë dalë këta bashkiakët e këtyre komuniteteve të veriore të Izraelit, si kishte emrin ai kryebashkiaku i Kuksit të burg që nxorën video që futën në burg. Safeti. Kanë dalë këta safetat e Izraelit verior, domethënë janë duke qarë, duke u loritur. Po i thonë Netanyahu, "Ore, çfarë do bëhet me neve, se janë boshatis vendet." Se thot na hedhin Hizbullah raketën në orën 8, ne shkojmë e riparojmë në orën 10, na godet prap. Edhe është bërë nomi, domethënë. Dhe problemi tjetër është se nga që Izraeli nuk ka çati bëj Hizbullahit, ka çuar trupat brenda në Liban, po deri në këto momente që ne po flasim, çfarë raportohet nëpër Twitter e tjerë, dhe e forta është që Hizbullahi po boton video, ka shkatruar 115 tanke izraelite. Dhe lufta që po bëhet është për ata që kanë ndjekur luftën në Ukrainë, që shikon ato dronet ukrainase që godisnin tanket e rus, është e njëjta gjë. Edhe Izraeli nuk ka çati bëj këtyre. Domethënë, e vetme gjë që Izraeli bën është si punë amerikanëve dhe izraelitëve në Iran, kot shkatrojnë pallate, qytete, shkolla, vrasin njerëz pa pafajshëm, po në luftë guerrile me Hizbullahin ata nuk kanë çati bëjnë. Sepse Libani është vend malor, është sikur janë këto malet e Dajtit, e Dibrës, e Kuksit, edhe ti me tanke nuk lufton dot në male. Është mbushur me barmale. Dhe domethënë Irani i ka çpuar këto male, edhe këto male janë gjitha vrima, tunele. Ushtarët e Hizbullahit të dalin, godasin, të vrasin edhe futen brenda në bunker, edhe thon vazhdo punën. Dhe domethënë Izraeli po ka problem me interceptorët, 2 po ka problem që po i vriten shumë ushtar, 3 që i është larguar popullata e veriut vendit. Po përveç kësaj, bombardimet izraelite dhe amerikane janë duke bërë namin, domethënë, në Liban rreth 1 milion veta janë larguar nga jugu i Libanit drejt Beirutit, në
në Iran rreth 3 milion veta janë larguar nga shtëpitë e tyre. Kemi edhe 2 milion të tjerë pas 3 në Gaza. Domethënë Izraeli me amerikanët kanë bërë një super kaos human, domethënë ku kemi 6 milion njerëz në lëvizje në gjithë Indjen e Mesme, por Irani vazhdon luftën, Hizbullah vazhdon luftën dhe diçka më rëndësi që dua të sqaroj me lidhje me deklarantën e Trumpit, ku Trumpi thotë që okay, ne po e lëmë Hormuzin dhe do të tërhiqemi, ka të bëjë ndoshta me kundërpërgjigjen e Iranit ndaj amerikanëve, se amerikanët njoftuan para 3-4 ditësh që ata do pushtonin disa ishuj iranian, sikur Kargilin, apo ndoshta edhe Hormuzin vet me marinca amerikan, kanë mbledhur rreth 50.000 ushtarë ata në Arabi Saudite në Emiratet Arabe. Por kundërpërgjigja e Iranit ishte që Irani futi në luftë direkt Yemenin e Veriut, Houthit, ku ai kryetari i qeverisë jemenase deklaroi që kemi 3 milion ushtarë dhe jemi gati për luftë. Goditën me disa dronë Izraelin dhe projekti iranian ishte që edhe Garda Revolucionare e njoftoi këtë gjë. Se do na thot ai general Sandor Leshi, do thot agjentët e Iranit thot na flasin për Iranin në për studio televizive, çfarë bën shteti shqiptar se si fut në burg. O Sandor, o Lesh, kjo është historia vëlla, s'kemi çfarë të bëjmë. Edhe Irani, domethënë nga që amerikanët kërcënuan me pushtim ushtarak të Hormuzit dhe të ishullit të Kargilit, iranianët u kundërpërgjigjen me Houthin dhe ata thanë që në qoftë se ne sulmohemi nga ndonjë vend fqinj arab, ne do ta pushtojmë atë vend. Pra ideja e iranianëve ishte që në qoftë se amerikanët do bënin ndonjë pushtim ushtarak të Hormuzit apo Kargilit, iranianët jo vetëm që do t'i kundërpërgjigjeshin amerikanëve dhe do t'i vrisnin masë ata, por me milicit irakene mund të pushtonin Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe do të çonin edhe Jemenasit që të pushtonin Arabinë Saudite. Dhe kjo është domethënë situata ku gjendemi deri në këto momente. Dhe nëse presidenti Trump edhe Pete Hegseth, se ai prandaj e nxori Pitin përpara 3 orësh, i cili mbajti konferencën për shtyp, ku ata thonë që ne do arrijmë marrëveshje me Iranin edhe nuk do merremi me Hormuzin, me sa duket kemi të bëjmë me një kapitulacion nga ana e amerikanëve. Do të thonë Trumpi do shpalli fitoren, do thotë unë e vrava Ayatollahin, e kam shkatruar ushtrinë iraniane, kam shkatruar aeroporte, kanë bombarduar një 700 shkolla deri tani, kanë vrarë me mira civile dhe ushtarak, e Trumpi do thotë fitum luftën, e bombardum Iranin, po ikim shtëpi. Duket që ky mund të jetë opsioni për luftën në Iran, sikur shihet deri tani. Megjithatë nuk dihet se çfarë surprize mund bëj Benjamin Netanyahu, se ne dimë që ai është psikopat. Netanyahu në mënyrë të vazhdueshme kërcënon Iranin që do ta godasi me bombë nukleare, por edhe iranianët janë përgjigjer dhe kanë thënë që po na goditën me bombë nukleare dhe ne do t'i surprizojmë. Ti si e shpjegon për shembull, është se jemi drejt fundit, se ti je i lodhur edhe ti je me 6 orë diferencë. Gjoja, si e shpjegon një deklaratë të kryeministrit kinez, i cili pas daljes në 25-26 shtator, nuk e mbaj mend tani mirë, të 2025-s paradës ushtarake kineze, dhe pas demonstrimit të muskujve të Xi i veshur si Mao, si shoku Mao Zedongi, bën një deklaratë shumë të bukur. Po ju deklaroi thotë të gjithëve se Kina nuk ka për të sulmuar as edhe një vend tjetër e para. Por pasi Kina sulmohet, vendi që ka sulmuar ditën tjetër nuk do ekzistojë më. A mendon se këto presioni me bomba bërthamore, me bomba nukleare, është presion me luk çaje? Sepse unë mendoj që edhe vetë amerikanët nuk kanë interesa për që të fuqizohet Izraeli dhe të mos jetë tek ai traktati i mospërdorimit të bombave nukleare. Po nga ana tjetër, kanë lënë jashtë këtij sistemi edhe Korenë e Veriut, e cila për ata që nuk e din historinë, se unë e di që ti e di, është
furnizusja kryesore e dollarit të zi për cian amerikane, prodhohet në serverat dhe në fabrikat e Koreas Veriut. Pra, në rast lufte të hedhjes së një bombe atomike nga Izraeli, a mund kemi një kundërpërgjigje jo nga Irani me bombë bërthamore, as nga Kina, as nga vendet që ka nënshkruar traktatin, por tjetë Gjoli, Kali Trojës, Odiseja tjetë Korea Veriut? E shikon një lloj Korea thjeshtimi. Veriut di këtë gjë që Korea Veriut përpara 3 ditësh testoi një bombë të re nukleare. Kim Jong-uni edhe kishte mori pjesë në atë ceremoni. Koreanët e kanë ndarë trurin, domethënë, ata vetëm janë për luftë, edhe sikur mund ta shohim amerikanët nga sanksionet maksimale që i vun Koreas Veriut. Duhet kujtojmë që në vitin 2003 presidenti Bush i dyti në atë kohë shpalli atë që quhej The Axis of Evil, apo boshti i të keqes, ku pjesë e boshtit të keqes ishte Irani, Iraku dhe Korea Veriut, dhe amerikanët shkuan pas Irakut, e shkatruan, tani janë luftë me Iranin, dhe Korea Veriut e dinte që nga i moment që ata ishin next, por Korea Veriut ja fitoi një luftë. Ndryshe nga Khamenei, i cili kërkoi që të tregohej i moderuar me amerikanët, ata e mbyllën vendin, prodhuan bombat nukleare, edhe i thanë amerikanëve, hajde, tani bëjmë luftë, bëjmë çfarë doni ju. Dhe çfarë ne po shohim në këto momente është që Korea Veriut ka dalë vendi më i fituar nga përplasja me Amerikën. Ata prodhuan bombë nukleare, sanksionet janë hequr nga Kina, Rusia dhe shumë vende të tjera. Në luftën në Ukrainë, Korea dërgoi divizionet e saj që luftuan për krah Rusisë, dhe Rusia në kundërpërgjigje i dha avion, teknologji ushtarake, satelitore etj. Dhe po të shikojmë, domethënë, këtë politikën e Koreas Veriut, duket që Korea Veriut ka qenë vendi më i suksesshëm. Biles ka edhe mendime që thonë që ndoshta Korea Veriut mund t'i ketë dhënë Iranit bombë nukleare. Ka edhe mendime të tjera që Irani e ka zhvilluar bombën nukleare, por nuk e ka zhvilluar në Iran, e ka zhvilluar dhe testuar në Korean e Veriut. E duhet dim edhe diçka tjetër, që Irani me Korean e Veriut kanë marrëdhënie shumë të vjetra. Ayatollah Khamenei ka vizituar babain e Kim Jong-unit, ka edhe video në internet, ku e lavdronte etj. Edhe duhet dime diçka tjetër, që programi nuklear i Koreas Veriut nisi paralel me programin nuklear iranian dhe libian. Dhe ishte Muammar Gaddafi, i cili pasi amerikanët arrestuan Saddam Husseinin, dhe ju trom shumë që ju dorëzua amerikanëve atëre, i shpalli, i tregoi amerikanëve programin e vet sekret nuklear që kishte, me shpresë se amerikanët dhe britanikët do ta falnin nëse ai do t'i tregonte programin nuklear. Dhe kur i tregoi programin nuklear, ai tregoi atë networkun e inxhinierit pakistanez Ayub Khan, babai i bombës nukleare pakistaneze. Është Ayub Khani ai që ja dha Koreas Veriut bombën nukleare, ai që ja dha programin Iranit, ai që ja dha programin edhe Libis. Por Gaddafi kujtovi se duke u çarmatosur amerikanët do ta falnin. Ata ja prishën raketat, sikur ja prishën edhe Saddam Husseinit më herët, ja morën programin nuklear, dhe mbas 7 viteve, pasi e çarmatosën Libin, shkuan dhe e vran Gaddafin dhe dogjën dhe shkatruan Libin. Irani dhe Korea e Veriut morën mësimin e tyre. Korea u mbyll në mënyrë hermetike dhe prodhoi bombën, ndërsa për Iranin deri më tani ne nuk e dim nëse ka prodhuar bombën apo jo. Ndoshta e ka prodhuar, por iranianët janë, domethënë, populli që kanë shpikur shahun, dhe unë besoj që në gjithë këto vite që iranianët hapnin centralet e tyre nukleare, i thonin amerikanëve hajde na kontrolloni etj. Unë dyshoj se ka qenë strategjia iranianëve në lojën e madhe të shahut që ata bëjnë me amerikanët. Dhe dalim të deklaratat e Trumpit, nëse Amerika tërhiqet nga Hormuzi, kjo do të jetë fitoria më e madhe, jo vetëm e Iranit,
por e islamit që nga lufta e Çanakkales. Pse e them këtë gjë? Nga që në luftën e Çanakkales, Osmanët mundën koalicionin anglo-francez dhe ruajtën Stambollin, por më pas do ta humbisnin në 1918-ën. Dhe në qoftë se iranianët do t'i detyrojnë amerikanët që të tërhiqen, dhe përveç kësaj ka patur një deklaratë shumë interesante nga Netanyahu përpara 4 ditësh, ku ai bënte thirrje amerikanëve që ti zhvendosnin bazat e tyre nga vendet arabe për në Izrael. Në qoftë se kjo bëhet, që hiqen bazat nga vendet arabe, 1, 2, Irani kontrollon Hormuzin, kjo do të sjelli fillimin e një ere të re, ku do kemi një fuqi islamike, tani më nuk janë më Osmanët, por janë iranianët, ata që do të dominojnë botën arabe. E kuptoj, domethënë. Por ngelet për të parë si çfarë do bëhet. Domethënë, ti po e shikon si pa emocione, po shikon një lloj veprimtarie në një lloj shau të madhe gjeopolitike, e cila deri më tash po sjell ose po vërteton humbjen e perandorisë madhe, asaj që quhet perandoria amerikane. Pyetja ime për ty. Judeo-amerikane do thoja. Pyetja ime për ty është, a do ta lejoj dot Amerika humbjen e prestigjit, sepse kjo ka 2 humbje për Amerikën, është edhe humbje ekonomike, i bie 32 miliard dollar për 32 ditë, po ta llogaritësh 32 miliard dollar mund të reformonin sistemin e pensioneve atë në Amerikë. S'është edhe demokracia që ta thot, ore pse duhet bombardosh 32 miliardë një shtet tjetër, kur ti s'na ke rregulluar skemën e pensioneve këtu. Hidhi këtu në shtetin tonë. Njerëzit flenë në rrugëve, njerëzit flenë në rrugëve në Amerikë, s'kan bukë hajnë. Dhe nga ana tjetër është edhe prestigji. Mos ta harrojmë që prandaj pyetja që parë për Vietnamin. Mos ta harrojmë, Olso, që Amerika ngjeci vetëm për prestigj në Vietnam. 15 vjetët e fundit të luftës ngjeci vetëm për prestigj, vetëm për mos më u tërheq si humbse. Dgjoj, nëse unë do isha presidenti Trump në këtë moment, unë do bëja këtë që po bën Trumpi. Sepse e para, domethënë kjo nuk është luftë e Trumpit. Kjo është luftë e Netanyahut. Trumpin e futi lobizionist, bile s'po shohur që kur ka nisur lufta kundër Iranit, nuk ka më emaile të Epsteinit, nuk ka më video, asgjë u harru Epsteini. Domethënë që Trumpi përdhunonte gocat vogla, vriteshin, ikën gjitha, u zhdukën. Se me sa duhet ky ka qenë pazari. Ti do hysh në luftë kundër Iranit, ne do ndalojmë dosjen e Epsteinit. Por unë domethënë po tisha Trumpi që më kishin futur në këtë luftë, unë do bëja një llogari me lapse dhe me letër. Domethënë 32 ditë, 32 miliard dollar shpenzime. Bursat po pihen, çmimi i naftës po ngrihet, është dyfishuar, nuk e di sa është bërë çmimi në Amerikë. Amerikanët, Trumpi ka zgjedhjet për kongres në nëntor. Populli në Amerikë voton me stomak dhe jo me ideologji. Domethënë se rritja e çmimit të naftës vret xhepin e gjithë amerikanëve, por kjo bën edhe rritjen e çmimeve, se është reaksion zinxhir. Domethënë Trumpi ka 2 opsione, ose 3 opsione, një që të hedhë bombën nukleare, po edhe po e hodhi bombën nukleare, nuk dihet se çfarë do bëjë Irani mbrapa, se edhe Irani, edhe po nuk goditi me bombë nukleare, mund godasi me bombë kimike edhe biologjike, edhe mund ta shuajë Izraelin. E dyta është që të fusit trupat aty, dhe kjo do bëhet Vietnami i dytë, dhe po hyre, domethënë aty nuk del dot më. Dhe edhe unë po tisha si Trumpi do bëja këtë, domethënë. Do shpall fitoren, do them e vrava Ayatullahin, e dogja Iranin, i shkatrova flotën, edhe hikni tani merruni. Ti mendon se ky është escape plan? Ky është escape plani i Trumpit. Po s'ka ç'të bëj. Nuk ka ç'të bëj, domethënë gjëja tjetër është që ta fundosë perandorin amerikane. Ta fusin në borxh me triliona dollar, të vinë me mira amerikan të vrar back home, të humbasi zgjedhjet e nëntorit, se Trumpit po i hiku kongresi, Trumpin demokratët do ta varin. They will impeach him. Se ai është duke luftuar për jetën e tij. Ai domethënë
në njërën anë ka armiq demokratët, në njërën anë ka lobin zionist me këto dosjet e Epsteinit. Ai është mes 100 zjarreve. Dhe domethënë për mua, për Trumpin, kjo do të jetë e keqja më e vogël. S'ka çfarë të bëj tjetër. Domethënë lufta ka humbur thotë, me pak fjalë. Varet si është. Domethënë për Trumpin thotë shumë mirë Ebram Ayatullahin e dogjëm Teheranin e shkrim. Po ta shohim në atë që quhet longue durée apo në aspektin afatgjat, Irani do kthehet apo është kthyer në hegemonin e lindjes mesme. Kina, Pakistani, India, gjithë shkojnë dhe lusin Iranin amon, i thonë, kalojmë çik cisternat tona të naftës. Edhe Irani thotë, "Ok, paguni çik taksën, $2 milion edhe merreni naftën tuaj." Si ka mundësi ato anijet e Spanjës kishin bërë deklarat, garda revolucionare i kanë marrë pa taks, sepse Spanja është një vend mik, e cila nuk mori pjesë në luftë. Po, të gjitha vendet që janë me Palestinën dhe pro Iranit, që nga Spanja, Kina, Malajzia etj, Irani i lejon që të kalojnë naftën. Ata janë pro Palestinës, anti përfshirjes në luftë, ata janë pro Iranit. Ata thonë, ne s'duam luftë me Iranin. Po pra, më rregull. Ai Edi Rama që e shpalli Iranin shtet terrorist, që të kastrati ta qaj naftën, e ta shohin në ndër, ne gjithmonë do ta blejmë dorë tre tani prej aventurës së Ramës me mujahidinët e Manzës, ndërsa vende që kanë tru dhe që kanë atë shohin interesin e tyre kombëtar, do ta blejnë naftën me të lirë nga Irani. Kjo është loja. Domethënë Rama për të mos shkuar në burg me shpresën se do ta shpëtoj Benjamin Netanyahu nga spaku, e fut Shqipërinë luftë me Iranin, sjell mujahidin iranian, e shpall Iranin shtet terrorist, dele bërtet e i ulërete, thotë regjimi komuniste, kameneiste, çfarë thotë budalliqe të tija, e shqiptarët e shkret shkojnë paguajnë gjobën, Spanja qytetarët e Spanjës do bëjnë qef nga që naftën do ta marrin të lirë. Kjo është loja. Domethënë vetëm për kaq bëhet vlla, kur e mendon. Koka bën, koka pëson. Domethënë populli shqiptar që ka zgjedhur një idiot si Rama në krye të vendit, i cili e ka marrë peng politikën shqiptare, e ka mbushur vendin me zionist. Dhe është i marrë peng vet. To janë vendimet e Ramës, ku ka këllqe Rama me u përballë me Iranin. Por aty në Shqipëri nuk ka dhe popull që ti thonë të çohet e ti thonë ore çfarë po bën ti. Aty domethënë edhe muslimanët kanë frikë, por se unë kur isha aty në Shqipëri ishte nome, por se në disa muslimanë më kanë takuar, më takonin kafeve amon, thonin orëse se kemi frikë. Kanë taku hoxhallar e tjerë se mi ndjekin gjithë këto videot e postimet, po kemi frikë se na fut në burg Rama. Domethënë Rama e ka me policinë antiterrorit e përdor siguritet Gestapo dhe ka instaluar një regjim frike. Gardë revolucionare dhe Rama. Ka krijuar gardën e vet revolucionare. Se këta shajnë antiterrori edhe vetë si Ramatullahu. S'ka asnjë ndryshim vlla. Asnjë ndryshim nuk ka. Po. Ai ky general Lleshi që del nëpër media e thot pse nuk i fut shteti shqiptar, thot këta agjentët e Iranit, se ka fjalën për mua edhe për ty, domethënë kur bëjmë këto podcastet. Ti arrestojnë general Lleshi që vrau Klodian Rashën dhe që i shqiptarëve. I luftoi këta kriminalët, i luftoi apo u mori rrogën valla. Mirë neve që kemi me Iranin. I mori rrogën Plera, i mori rrogën biles mua ankonin shqiptarët e Kanadas, më thonin që kur ka ky Plera nuk sjellim dot makina në Shqipëri, se thonin krijoi ato klanet e veta që sillte makina nga Kanadaja. Ky është kokra ordinere, ti kokra e Langarajit që u bë edhe legeni mujahidinëve, po nuk e di ai kanë dhënë lek mujahidinët apo jo. Sander, merri në lek atyre të paktën në burrë, edhe kur i bën këto deklaratat, se unë e di që ju mirëditorët për ylyfen e turkut keni therr krishterë në gjithë botën. Paktën merri në lek këtyre mujahidinëve burrë. Mos u bë agent i tyre kështu falas. Më beso shpendin, ai nuk ka lidhje fare me mirëditorët vlla. Po e mban veten kështu pra me mirëditorët që njohun, mirëditor i famshëm. Me mirëditorët që njohun në vlla janë burra zamani. Pastaj këta që thonë jemi mirëditorë gjitha se kam mbiemrin e gjitha me radhë, as si lloj vlere të mirëditës nuk ka.
As burrnin. Ama atë që i ka bërë Sander Leshi shqiptarëve nuk ja ka bërë as komunizmi, që ti nxjerri diagaçet edhe ato autoblindat me mitraloze, më mend si tani aty në Laprak që i tremte njerëzit i thoshte futunin në shpira se do t'u haj virusi. Edhe shqiptarët e harruan, e falën dhe e marrin edhe në për intervista. Shqiptarët këtë nuk e falën vlla, nuk e kuptojnë vlla, është më keq. Megjithëse është arratisur Legeni, se kanë parë që rrim në Gjermani, nuk rrim më shumë. Nuk e kuptojnë fare vlla, nuk ka kanë kuptuar shqiptarët, nuk e kuptojnë politikën. Janë tifoza. A kupton ti sa veta janë rrahur nga ky Sander Leshi në për rajone policie, janë arrestuar. Pse dilnin pinin cigare? Saqë më menun në kohën e Covidit kur më hapi edhe proces policia e antiterrorit për përhapje paniku, mbaj mend kur shkoja anti nga zona e parkut, edhe takoja në njonin që ditëshin kështu në përcepa pallatesh dhe thoshin, i thoja, "Hamër çfarë po bëni, kena dalë për ajrosi", thonin. Kupton ti se u kthy Shqipëria burg burr. E futi Rame me Sander Leshi, e futi gjithë popullin shqiptar në burg, edhe dilte në njoni një fshehet ashtu, e thoshte kena dalë për ajrosi, sikur të ishte në burg. Vlla, zi e më zina e bofshin. O zi e më zi, po thohet pa të keqen ton. O më keq na e bëfshin, se kështu e meriton ky popull, o vlla. Vetë ja hedhin votën prapë, ma e mend tash, do jemi bashk, miq e shok. 2027-ën si do dalim bashkit dhe në 2029-ën. Ky popull, janë legenda por shkojnë e shesin votën për 50 euro. Mbaruan zgjedhjet në 2011, në 11 maj. Në datën 12 maj vjen një socialist, ja kishte dhënë votën Ramës as do 3. E di cila është pyetja që mboni mo? Kur do ta haj ky i gjati? Ja kishte dhënë votën një ditë para, o vlla. Si do ta haj gjati duke mbajt në pushteti? O gjë e trash. Si më ja jep votën dhe thua do ta haj ky? A kupton çka kulturë politike ashtu është inekzistente. Mi sill ata beduinët e Arabisë, mi sill këtu valla, ti put dy faqet. Pakën ata ka kulturë ekonomike. Po ata beduinët paktën nuk kanë asgjë paktën, e kanë ta menjen, kanë një diktator aty dhe mbaroi filmin. Kaq vlla. Se neve na gënjen, ne na thonë që do keni edhe zgjedhje, thonë, jeni në demokraci. Demokraci, free speech i lesh. Ja, nuk flitet për këtë. Këtë censuron ti. Do të flasu vetëm për Izraelin, pro Izraelit, po unë jam studius vlla. Unë do t'i flas për dyja, mos më rruhet për asnjë. Mua më rruhet vetëm për shtëpinë time, që është Shqipëria. Se këtu më ka rënë tjetoja, se po tjetoja në Kanada do isha pro Kanadas. Kur isha në Shqipëri tani, më thonin shumë, do më thënë drejtues mediash, që i kishte bërë nomi antiterrori me shikun, se i thonin këtyre drejtuesve të mediave që duhet jemi të gjithë me Izraelin, edhe mos lejoni njerëz si puna ime, do më thënë, që tregojnë anën e Iranit, edhe kishin instaluar frikë në për media, në për gazetar, edhe do më thënë kushdo që mbron Iranin e etiketojnë sikur të jetë agent iranian, dhe përveç kësaj mora vesh kjo shefja kosovare e Shikut pas ka punësuar edhe ca gazetar që dalin në për media, u japin lek atyre, opinionist do më thënë, u japin lek që të dalin të mbrojnë Izraelin, shajnë Iranin, mbrojnë Ramën. Do më thënë, unë kam parë poshtërsin liqe në Shqipëri, po si kësaj here nuk kam parë, do më thënë, edhe një agresivitet shumë i madh i këtyre spionave të Shikut, ku ish drejtues Shiku që nga fieri, nga lloj venesh ndryshme, dinin në për media, edhe thonin po na infiltron Irani mediat, duhet t'i censurojmë mediat, nuk duhet t'i lejojmë këto podcastet, se na, do më thënë, paka shumë kanë sjell atë nenin e agitacion propagandës që po këta e bën momentin që dolëm neve disa podcaste anti-establishment, edhe po rritemi. Thënë drejt vlla, mua nuk më ka ardhur në informacion që të më thoj tjetri shikoj mos e merr, në vizë zyrtare vlla, vi nga këta danoçat që merren me këto punë. Kështu që kjo pjesa e televizioneve, ta thotë shpeni më shumë janë shashka, sepse i ka bërtit shefi, po s'di si ta shpjegoj ty që është lëtyrë të shefi vetë, s'merr dot më të nxjerr ëndra edhe pralla me agjentura. Nuk merret agjentura me i televizion, se televizionet ja pret direkt. Dhe hi sinjalin. Edhe ka ndodhur në Shqipëri. Do kishin ardhur tek unë vlla. Do bëni reporte gjitha, nuk merren fare me atë punë. E vetmja gjë që këta sulmojnë podcastet është që financojnë podcastet tjera.
Pra, çan nxjerrti? Ti ke një ar vlla, i hedh edhe mut. E mbulon muti arin vlla. Se ka dënci më të madhe. Duhet futesh dorën që ta kapësh ku është ari, po do bësh pis. Pra ti ke sot podcaste që flasin, a e do mami djalin. Po kush nuk e do fëmijën e vet o vlla? Kot tash me të pyet. Podcaste, sa herë ke bë seks? Krevatin e kam për veten time unë vlla, nuk e kam për ta nxjerr ty. Media, më kupton shpenin? Ne flasim për analiza politike, flasim për analiza geopolitike, se cili ka mendimin e vet, se cili, ore mund t'ja fusim si kau peles, base ne jemi dy idiotët më funksional që mund të ekzistojë. Po të pakën të jetë një lloj gjëje që të dëgjohet në publika vlla, e vendos publiku kush është më i drejtë, kush është më afër të vërtetës. Dhe unë i di shumë mirë vlla se i kam hasur gjatë viteve të mia se kush janë njerëz që punojnë me zarfe. Se ti s'mund të ndizesh dot se them unë Izraeli ose Irani. Nuk mund të ndizesh dot kundër meje, se unë nuk po të shaj nga nona, nga baba. Unë ndizem vetëm kur më prek mami dhe babin tim. Se e kam personale. Po se bëj unë analizë mbi Izraelin dhe Iranin dhe duhet ndizesh ti të bërë si nacionalisti flak, po ti që aty e tregon që je diletant. Se tregon se po të paguaj. Domethënë nëse ke parë këta spionërit e shikut të antiterrorit, ishte njëri që thoshte, po bëhet nami, thoshte se në rrjetet sociale keme qindra e mira komente pro Iranit. Domethënë, këta janë aq idiot, sa që duan të kontrollojnë edhe mendimin e shqiptarëve. Domethënë, për këtë edhe paguhen, marrin edhe lek. Biles nëse më ke parë në një nga postimet e fundit që kam bërë në Facebookun tim, i bëja një propozim këtij, është një gazetar i Birnit, një Vladimir Karaj, e ka emrin, po ngeli duke bërë shkrimet e Birni, propaganda iraniane, edhe më citon postimet e mia. Edhe i thosha Ladit, o Lado, thosha se kam dëgjuar që ambasada izraelite jep $7,000 për një shkrim. Se kështu jepshin ata në Amerikë. Edhe thash, hajde bëjmë një projekt me vllajin, i thashun, unë do postoj pro Iranit nga 7 lajme në ditë, video e gjëra, ti bë shkrim për mua, në fund të javës merr $7,000 dhe i ndajmë lekët, i thash, 5.000 merri ti, thash, 2.000 më jep mua fukarajit, e bëjmë me noteri, thash, me qënë se lekët do jepen aty në Shqipëri, paguajmë edhe 20% taksën në burim në Shqipëri, që ky 20% që ti shkoj Edi Ramës, që Edi Rama t'ja çoj akshit, dhe t'ja kaloj lekët Izraelit për mbrojtjen kibernetike. I thash, hajde burri, thash e bëjmë. Edhe ma shante njoni këtë Vladimir Karajne, i thash, po mos e shaj, thash, burr se kjo fukaraj, thash, se më thoshte mu po tani që po bjerë Amerika, tha, ku do i gjej vend futat ky? I thash, por Amerika, thash, ky do bëhet me Iranin, i thash. Këta je kshu janë, por këta ikin nga, se unë i njoh shumë nga këta gazetarët e vjetër në Shqipëri, se jam aq i vjetër sa që kam jetuar në vitet 90, edhe shumë nga këta që nga një rakipllari e ca janë ca tjerë, këta kanë mësuar kompjuter nga fondacionet arabe. Këta kanë qenë gjithë me Katarin, me Arabin Saudite në vitet 90, me Al-Qaidën, me Bin Ladenin. Amerikanët i dëbuan arabët, erdhën amerikanët, ndryshuan këta. Edhe këtë i thoja këtij komentuesit në Facebook, i thashun me humb Amerika, këta do bën gjithë me Iranin apo. Edhe këta që dalin që na shajnë mua aty këta Sander Leshat e çfarë janë. Me ra Amerika, ta ditën tjetër i ketë gjithë me Iranin. Se këta shkojnë nga këta nuhasin dollarin olla, nuhasin lekun. Nga të shkoj leku, ande i ke. Sikur nëse mban mend kur isha në Tiranë, shkaktova atë tërmetin kur përmenda që krerët drejtues Partisë Socialiste janë financuar nga Irani, por se Rama doli kështu sikur Shqipëria ishte ajo kështjellë e granitit në brigjet e Adriatikut që po luftonte islamizmin iranian. Kur faktikisht këta socialistët në vitet 90, se çfarë ndodhi në vitet 90 është që në Shqipëri erdhën fondacione islamike nga gjithë bota. Po këta arabo-sunitët financonin Sali Berishën. Dhe financimi i Sali Berishës dhe i PD-s ka vazhduar deri në vitin 2015, ku i vinin lek, edhe kur ka qenë Luli atëherë në bashki, i vinin lek me fas nga Emiratet Arabe, nga Katari që i financonin këto fushatat. Dhe këta socialistët nga që nuk i mbështesnin këta arabo-sunitët, kalun me këta shitët e Iranit. Dhe kanë qenë iranianët që i kanë majtur me lek apo. Edhe du të them që tani dolën me shpat këta, jo është Irani shtet terrorist e tjerë, po këta janë rritur me çorbën e Iranit, duke ngrënë buk nga Irani.
Gjithë krerët socialistë Akademisë Shkencave i ka marrë Irani në për konferenca, në për gjëra, presidentët socialistë u ka dhënë tituje, dekorata e lek, e tani dalin këta socialistët me Edi Ramën na luajnë Don Kishotin, edhe i shpallin luftë Iranit. Shikoj, ignoranca është i kancer që në qoftë se nuk na vran dot pushtimet, luftrat, babzia e krerëve tan, bashkëpunimi me armiqtë e gjitha me radhë, na mbetëm gjallë, historia ka treguar që kemi mbet gjallë, vlla, me vedije. Neve do na vrasi një armik të cilin ne nuk e shohim, po që e kemi pjesë të tërës. Ja, i ka shtrirë metastatet, është ignoranca, vlla. Është totalisht idiocia. Njerëzit tu nuk pranojnë të vërtetën, duan të gënjehen bukur. Ora ma shkruajnë mua, thon, o vlla, base ti ke drejt, po ma thuaj më gënje bukur vlla, nuk dua ta besoj që është kaq gënjeshtër jeta. Ç'a ti thosh aty? Është i pashpresë vlla. Ky lloj personi që ta kërkon këtë është totalisht i pashpresë. Apo e kam gabim? Është pashpresësi vlla. Është i pashpresë, është i paditur, është i gënjur, është i vjedhur. Të shkosh te kirurgu ose te mjeku dhe ti thosh, po mirë, ti mos ma thuaj kaq hapur që kam kancer, bjeri çika kina nga gjysha kinës. Po. Unë po të më thoj që kam kancer, si ta mësoje, si ta mësoj që ta rekuperoj. A kam fazë shpëtimi as, kam. Ma thuaj trosh ta di, ta stakoj trurin. Ti do t'i biesh bukur, shiko se ti s'ke gjë se mund shërohesh, po do ta hash. Ky është shqiptari vlla, thon shkurt pastër. Shko te doktori, thot, mos ma thoj që jam smur. Po mos shko pra te doktori. Po përveç kësaj që ja fusin shqiptarëve, mua më vjen keq që te ne në Shqipëri nuk ka elita intelektuale që të shqetësohen për atë vend. Ata pak njerëz që kanë qenë me shkollë, ata që kanë qenë me metru, ose janë larguar, ose janë cepave të rrugëve dhe janë pa punë, ose janë bërë hipokrit, që Rama i ka blerë me lek. Dhe Rama, domethënë, është duke e shkatruar vendin në mënyrë progresive në çdo aspekt. Domethënë që nga dëbimi i popullatës, që nga shkatrimi i sistemit shkollor, shëndetësor, që nga varfërimi i vendit, që nga shitja e vendit, edhe domethënë që nga futja e Shqipërisë në konflikte me vende që neve nuk na kanë bërë ndonjë gjë të keqe. Dhe aty domethënë gjithmonë e keqja trajtohet si diçka e mirë dhe mua kjo është gjëja që më shqetëson për atë vend. Aty domethënë nuk ka ndjenjë kombëtare. Aty nuk duhet vendi. Aty domethënë ata që janë pushtet, ata e urrejnë popullin, e urrejnë vendin. Edhe dua të them një gjë që më ka bërë shumë përshtypje. Në vitin 2015 shkoj te spitali amerikan aty në Laprak, se do bëja një ndërhyrje. Edhe më thot njëri një ish shik si kohës e Enverit. Domethënë që po hiki do të çonte gruan se çdo bënte një operacion etj. Edhe kur e marr veshun që ky spitali amerikan i merrte njerëzve një 20.000, 30.000 dollar për një ndërhyrje, më hiku truni. Thash, ore çfarë bëhet? Se më tha, i tha, të vishte spitali amerikan, sidomos ta që janë me kancer, bëhet nami se njerëzit shesin shpirat që të operohen. Edhe i thashun, ore, po çfarë po i bëhet atij vendi? Thashun se ne kemi patur shëndetësi, kemi patur shëndetësi publike, spitale publike që paguhet. Edhe i thashun, ore, po çfarë po i bëhet ti popullit? Po tha, majta, edhe morë, tha, kush do me ditu, tha, nonën popullit. Domethënë, aty është krijuar kjo ndjesia që futja shqiptarit, shkatroje, bëj që të shesi shpinë, që shkatroja jetën, merja frymën, thithja gjakun, edhe nuk ka fare dhëmsuri, nuk ka fare ndjesi. Dhe kjo që shohim ne për shembull nga ky regjimi i Ramës, për shembull, që është regjimi më reaksionar, më brutal i gjithë Evropës. Se ti shikon, francezët i mbyllin qellin amerikanëve, francezët, spanjollët, britanikët i thon Trumpit, i thon se çfarë duke bërë, ne nuk duam luftra, çfarë po na bën luftra. Që gjithë opinioni publik i perëndimit i Evropës u solidarizua me palestinezët kundër gjenocidit izraelit, te ne domethënë janë ca mostra, ca ftyra, ca vrasës, si ky Ferit Hoxha që Rama vuri ministër të jashtëm tani, që më herët e kishte ambasador në OKB, domethënë njerëz pa gjak, janë bisha,
Domethënë njerëz që nuk kanë as din as iman, nuk kanë as mëshirë fare, në një kohë që Izraeli mbyste me mira fëmijë në ditë që shkatronte, bombardonte shkolla, spitale, vetëm mostrat e regjimit e Tiranës mund ta bëjnë një gjë të tillë, domethënë, unë nuk e di. Domethënë unë kur i shoh ata e gërsira që udhëheqin Shqipërinë, unë them çfarë kemi bërë ne shqiptarët. Çfarë kemi bërë Zotit Allah? Që Allahu na dënoj në këtë farë mënyre. Allahu thotë në Kur'an që Allahu nuk e ndryshon gjendjen e tij mbi një popull derisa ai ndryshoj vetveten. Ne vuajtëm nga komunizmi, erdhi, domethënë, edhe pse komunizmi erdhi me premtime të mira, e ndërtoi Shqipërinë në vitet 60, vitet 50-60, më pas 67-ën ky Enver Hoxha u çmend, u bën një bish, në një monster. Shkatroi kishat e xhamirat, u bë vendi i vetëm ateist i botës që i shpallën luftë Zotit. E çfarë bëri Zoti pastaj? Na sulli këtë mallkimin që arritëm vitet 80, ne s'kishim bukë të hanim. U bë me gërsira. Ai disa shqiptarë kanë marrë të dashurat e tyre, të fejuarat e tyre, i shitën prostituta nëpër semaforët e Evropës. Kam njohur halabak nëpër Tiranë që merrnin fëmijë të komunitetit rom, u thyenin, i prisnin durët, këmbët, i fusnin shiringa me gëlqere që t'i thanin këmbët dhe i merrnin dhe i trafikonin, i çonin në Evropë që të lypnin. Domethënë u krijua një popull aq i keq, një popull aq monstruoz. Po pastaj në vitet 90 Allahu i hapi dyert e mëshirës dhe në Shqipëri u hap feja. Disa u bën katolik, disa u bën ortodoks, disa u bën musliman. Por për fatin tonë të keq, edhe këta fetarët u mundon se këta ish komunistët, socialistët erdhën prapë pushtet me nanën. Dhe që kur erdhën instaluan këtë frymën e liksisë. Dhe shife se çfarë i ka bërë kjo sot Shqipërisë. Domethënë, sot shumica e shqiptarëve janë popull pa din pa iman, ata nuk din çfarë bëjnë. Kur isha në Shqipëri përpara ca muajsh, më tregonin që shumë nga këto banesat që nga pallati me shigjeta deri te pallatet në nënkaçe janë kthyer nëpër bordello, ku vajzat vogla fshatare që vinë nga rrethet që 16 vjeç fillojnë edhe prostituojnë. Pastaj janë këto qendrat e masazheve. Domethënë ne po shkatrojmë popullin ton. Se këto femra kam dhimbje mezi, kam frikë të shkoj në një masazh se thot tjetra masazh tjetër, jo për të ndrysje. Po dëgjoj se aty nuk ka një ndërgjegje publike, nuk ka një ndërgjegje kombëtare, intelektuale që të çohet e ti thotë Ramës, ore çfarë duke bërë. Edhe më tregonte një aktivist i një partie përpara ca kohësh, më thoshte që shumë nga këta turistët izraelit që vikan në Shqipëri, nga që Shqipëria është kthyer në një Tajland numër 2, ku shkojnë edhe përdhunojnë femrat vogla. Edhe po këto femrat vogla janë motrat tona, po janë shqiptare, janë bijat e Shqipërisë. Edhe kupton se çfarë po i bëjmë neve atij popullit kur femrat tona thehen në prostituta. Kush e kupton këto? Domethënë kur një femër e kupton ti që këto femra e para ose nuk do prodhojnë fëmijë, ose e dyta ata fëmijë që do t'i prodhojnë do jenë kopila, do jenë dobiça. Që do t'i zënë me zezake me çifut. Do rriten pa dashuri, do rriten me urrëtie. Pa dashuri me urrëtie do rriten në rrugëve. Pastaj, domethënë, ky Rama me këto politikat që kanë ndjekur, me këto politikën e fajdes e tjerë. Unë kur hecja në rrugët e Tiranës, sidomos kur ikën në bllok natën, shikon me qindra persona të pa streh, pa bukë, që rrinë shesin drogë, që të bëjnë 20 apo 30.000 lekësh që të hajnë bukë. Domethënë aty po shkatrohet populli në mënyrë masive. Dhe për fatin tonë të keq aty nuk ka një lëvizje, nuk ka një ndërgjegje kombëtare që thotë, ore, këta të pastrehët janë vëllezërit tanë. Këto vajzat e vogla që prostituohen janë motrat tona. Ky është kombi ynë. Si t'i lejojmë neve këto gjëra? Kur Rama shkon do t'i japi Trumpit me qindra mijëra euro për këtë bordin e paqes, do të çojë ushtar në Gaza, ky do shliroj Gazën, ky idioti etj. Ne po kemi popullin ton që po shuhet. Ne po kemi të moshuar, më tregojnë lloj-lloj historirash që duan t'ikin shohin doktorët edhe nuk i shohin dot, sepse nuk funksionojnë spitalet. I detyrojnë njerëzit t'ikin nëpër spitale private. Në këto spitale private ata duhet shesin shtëpitë e tyre. Aty neve po na vdes popullsia.
Aty pensionistët tanë marrin 100.000 lekë në muaj, po ti e di shumë mirë, me 100.000 lekë në muaj ti nuk jeton dot as 3 ditë në Tiranë. 4 ditë maksimumi. Dhe biles kur isha në Tiranë kam takuar ca njerëz që ishin me të vërtet kundrejt Qametit. Dhe aty domethënë nuk ka fare ndjesi kombëtare, nuk i dhimbsen më shqiptarëve më. Dhe mua kjo është ajo gjë që më vret. Dhe kjo Shqipëria po bëhet në një kopje të Amerikës, ku njeriu ha njeriu, ku nuk ka më mëshirë, ku është ai brutalizmi i keq i kapitalizmit që nëse ke lek, je gjithkush, edhe pse mund të jesh idiot. Kurse po ti je njeri i mirë, po ti je njeri i ditur, ti je humanist, ti je askush. Për fatin tonë të keq, dhe ne po rrënojmë vendin ton, kombin ton, popullin ton, njerëzit tanë. Me pak fjalë vëlla që të vendosim pikat mbi i dhe të japim mbyllje episodit ton. Neve jemi ku thret Qamedi. Ndoshta kjo është lufta më e madhe e botës, është kjo lufta shpirtërore që shumë pak kush e prek, sepse të gjithë janë duke shpërhapur demokraci, ky është i keq, ky është i mirë. Unë mendoj se ne jemi një ferm shpirtrash, e gjithë bota është i ferm shpirtrash. Disa të vetëdijsuar që janë me përjarje hyjnore, disa e kanë bërë kontratën me qof largun për të qenë vetëm mish dhe material. Disa të tjerë as nuk duan që të eksplorojnë pafundësinë e trurit, thjesht let it be, vazhdojnë ndjekin instiktin. Dhe nuk e di, po unë drit shpirti të gjithë atyre fëmijëve pa dallim gjinie, pa dallim feje dhe pa dallim shtetëror që kanë humbur jetën në këto lloj luftrash malinje të disa pleqve impotent, të cilët nuk din të bëjnë asnjë lloj gjë tjetër përpos se të sjellin shkatrim dhe të rrisin bizneset e tyre, bursat. Sepse ne dim, një deklarat bën Trumpi, vete o bursa o poshtë o lart. Pra, djali Trumpit, të dy djemtë e Trumpit, i dyti dhe i vogli, bëjnë biznes para lufte, dhe sot i ka vajtur miliarda dollar gjitha i investimi që është hedhur për 32 ditë. Mua dhe ty, për me kapat e 1.5 miliardën që ka kavër Trumpi, llogaritë rroga tona tash vëlla, na bashko të dyve për 800 vjet nuk i bëjmë dot 1 miliard dollar qarkullim. Jo ti kemi më njanë. Dhe kjo nuk është se ne jemi të pazot, nuk është se ne jemi idiota apo jemi sklever modern. Se mbajmë vetëm çik për më inteligjencë se sa masat, pakën, se sa mesatarja. Për aq kohë sa këtu vëlla vlera është kthyer në antivlerë, për aq kohë sa seksi është ngatruar me prostitucionin, se seksi është gjë hyjnore, është një gjë që shijojnë të dyja qenjet. Po ta kthesh në biznes edhe trupin tënd për ta kryer një vend pune, për të arritur te bukat e vakti radhës, atëherë kthehet në Gomorra dhe Sodoma. Dhe neve nuk jemi si Amerika, vëlla, ne jemi si Gjermania e viteve 28-33. Transseksual, Republika e Weimarit. Republika Weimarit. Ne jemi thjesht prostitucion, bigjoz, drog. Drog, prostitucion, bigjoz vëlla, është GDP-ja e il popolo albanistanese. Ik meru me drog për çunat, ik kurvëro për gocat, dhe ik luaj bigjoz që të pasurojnë ata që kanë kazinot. Kaq është e gjitha vëlla. Olsi, të falenderoj për këtë Allahu na ruaj vëlla. Faleminderit shumë. Të falenderoj për këtë bisedë të çdo jave me shpresë Zotit. Dhe mos harroni dashur miq, na shani në komente, mos u mërzisni, ne jemi mësuar, na është bërë lëkura sholl, por edhe gjatë sharjes, mendojeni që ti merrni ato fjalët tona dhe ti analizoni pa i thënë Olsi dhe Shpendi. Merri shablon, pa i ditur zërin e tjetrit, fytyrën e tjetrit. Merre analizoje vetë, sepse ky është qëllimi i tru podcastit. Let më shani mua të morreni, të bëni çfarë doni, është puna juaj. Unë jam për lirinë e shprehjes. Të pakën mëso, mos dis ignorant. Dhe për të gjithë juve njerëz që doni të bëni disa kurse leadershipi ose komunikimi, te ky numri këtu, vazhdoni se jemi duke krijuar klasat. Natën e mirë, Zoti ju bekoft dhe sa më shumë tru, paqit se truri na duhet. Natën